Sot në rastin e ditës botërore ndërkombëtare të gjuhës samtare, do të ndalim tek një temë shumë e rëndësishme për arsimin dhe shoqërinë tonë. Do të flasim për lektyrat shkollore dhe ndikimin e tyre tek të rinjët. Apo i ndihmojnë ato nxënësit të dashurojnë librin dhe gjuhën shqipe, apo po kthehen në një detyrim që largon interesin për lexim. Pra, lidhur me këtë temë, do të flasim me Zjar Bujarin, që është menaxher i projekteve në organizatën ETEA. Mirëmëngjes, Zjar, mirë se erdhe. Mirëmëngjes për ftesën. Kënaqësi sigurisht që flasim edhe për këtë punë, edhe nuk është që se kemi trajtuar edhe më herët sigurisht, sepse është një nismë edhe një shqetësim, pothuajse edhe i prindërve dhe i arsimtarëve, mas shumë të fëmijëve, që në herë ato lektyrat që i kanë obligative nga arsimtarët mësuesit e tyre nuk është që i ngjisin shumë ata, se nuk është që mase e gjejnë shumë veten, kështu që edhe ju rastisht jeni marrë me këtë temë edhe po vazhdoni apo jo. Çfarë po ndodh realisht me lektyrat shkollore edhe kur janë nisur ju me hulumtu, me trajtu, me analizu pak më thellë? Po, sot jemi të jetu me një kohë ku në Kosovë po ndodhin çuditëra, edhe po kemi probleme, ato po harrohen mrena 2-3 ditëve. Javën e kaluar patëm këtë punën e shkurtimit të orarit për shkak të Ramazanit, edhe kjo është një prej preokupimeve të organizatës ETEA. Na jemi këtu sot me pyetjen se lektyrat shkollore apo i afrojnë nxënësat me librin, apo i largojnë ata prej librit. Ideja është që shpesh herë në për shkollat e Prishtinës leximi dhe kultura e leximit merret veç si një detyrë që duhet me u kry, një referat për me u shkrujt edhe kur gjo ma shumë. Bashkë që ky fakt që domethënë libri merret si një detyrë edhe si një domethënë diçka një obligim që duhet me përmbush nxënësi, ajo mandej edhe nuk i lën fort hapësirë zhvillimit të kulturës leximit, po edhe të kënaqësisë ose nxjerrjes të kënaqësisë prej librit. Kjo nuk është kur gjë e re që libri është diçka e mirë edhe diçka interesante, mirë po duhet me marrë parasysh që edhe sot na kemi një farë lufte të vëmendjes. Sot kemi TikTokun, Facebookun, Instagramin, që e japin informacionet e paketuara që ata kanë qef me i marrë. Që janë edhe më të lehta me u marrë edhe janë mundën me qenë ndonjëherë edhe më interesante për fëmijët. Sot, domethënë për nder të ditës ndërkombëtare të gjuhës samtare, kemi një ngjarje që organizohet në qendrën Libart, që është program i organizatës ETEA, ku do të kemi të ftuar mysafire Meliza Krasniqin, e cila është hulumtuese, studiuese e gjuhës së letërsisë shqipe, edhe cila është marrë në mënyrë të vazhdueshme me lektyrat shkollore. Okay. Mirë, atëherë për me u ndërlidh me temën e cila pak a shumë do të diskutohet për ta shënuar ditën ndërkombëtare të gjuhës samtare. Ju vitin e kaluar e keni punuar një raport pikërisht për lektyrat shkollore. Çka ka nxjerrë ai raport? Po disa prej gjetjeve të raportit janë se lektyrat shkollore ose nëpër shkolla ekzistojnë disa lista fantazma, cilat nuk janë të aprovuar as prej ministrisë, as prej drejtorisë të arsimit, edhe të cilat janë të ricikluar prej kohëve të paraluftës. Do me thonë, librat që i lexojnë sot nxënësat në shkollat e Kosovës, janë librat e njëjtë që i kanë lexuar nxënësat para 20 vjetëve, para 30 vjetëve. Jo, librat që i kam lexuar në dikur i lexojnë sot edhe i kanë obligative edhe fëmijët e mi, për shembull. Çaj, tash çysh mundet me qenë atraktive ose jo veç atraktive, po çysh është e rrugës nëse na shkojmë me një listë shablon për me lexu çdo nxënës i cili shkon në shkollë në Kosovë. Do me thonë, lektyrat janë të njëjtat edhe përpos që janë të njëjtat, ato shpesh herë ka mos përputhje mes lektyrave dhe interesave të nxënësave. Nxënësat sot
çdo ditë ma tepër kanë interesa të ndryshme dhe i pëlqen diçka tjetër. Nuk mundemi me thonë që është e njëjta shije ose shije në nxënësave si atëherë. Dhe fëmiria ka ndryshuar shumë gjëra. Dhe me thomi fëmirin tonë përderisa për neve atraktive ka qenë mbledh do palloma ndryshme. Tash imagjinojmë i tregu fëmijëve sot se në atë kohë kemi mbledh palloma. Jo, mos i tregon se qeshin shumë. Të bullizojnë. Qashtu, mandej përpos kësaj kemi edhe disa gjetje tjera që se tash çka është qëllimi i leximit lektyrave. Na mundemi me pa që lektyrat si themi detyre shkollës, ato shpesh herë edhe ndikojnë në formimin e identitetit të nxënësave. Edhe çka është e rëndësishme shumë është që nëse lektyrat ndikojnë në formimin individual të çdo nxënësi, atëherë na duhemi me qenë shumë të kujdesshëm se çka i japim me lezu. Do me thonë nuk është çajo që thash edhe më herët, nëse është një listë aty shablon e pa si me thonë parishikume, pa përditësume, atëherë çka jemi tu i ama nga ana tjetër është një farë dileme zjarë që e diskutuam edhe me Fllonzën edhe më herët, pra edhe në përputhje tash ideja është a i ka interes prej nuk e di, 10 vjeçari, 12 vjeçari, 15 vjeçari me lexu. Se nëse ka interes me lexu, ai mundet me bë këtë si obligim shkollor, çdo qoftë, jo me shumë qef, edhe me lexu diçka tjetër që është për qefin e tij. Pra e para apo ndodh kjo, edhe mandej tjetra, ta zëm, pse nuk është që përkundërshtoj, po si dilemë që e di e kam dëgjuar prej tjerëve. Ta zëm, një libër mund të jetë i mirë, mund të jetë i shkruar edhe para 50-100 vjetëve, por është i mirë, pra një libër i literaturës botnore ose edhe një autori tonë. Pra pse domosdoshmë duhet me përjashtu një libër të tillë nga lista e lektyrave librave shkollore? Jo, ideja me përjashtu, na nuk kemi kundër Gjergj Fiftës ose për shembull, po autorëve të tjerë klasik, cilët i kemi na dhe cilët janë shumë të rëndësishëm. Mirë po, thjesht ka libra në cilat përmenden disa fjalë cilat janë të papërshtatshme për nxënësa. Pa kuptueshme totalisht, a? Jo që janë të pa kuptueshme, po ka gjuhë fyse, për shembull ka gjuhë fyse ndaj grave, ka gjuhë fyse ndaj minoriteteve. Kemi diskurs jo modern, ose kemi aty shprehje të cilat sot në shoqërinë tonë kosovare nuk tolerohen. Edhe mandej pra që fash përputhje për asaj që mësojnë të edukata qytetarët të një lektyrë që e lexojnë, për shembull. Pikërisht, po ideja është jo me e përjashtu si nëse është një lektyrë në fjalë, jo me e përjashtu, po mandej është ajo se qysh interpretohet në klasë. E çka po ndodh është që edhe ju kur keni qenë në shkollë, keni lexuar lektyrën, e keni shkruajtur referatin edhe ditën e mirë. Nuk është kjo ideja. Ideja është që edhe nëse ka diçka problematike në atë libër, në atë lektyrë shkollore, ajo duhet mu trajtu në klasë. Duhet me tregu mësimdhënësi, duhet me marrë rolin edhe të interpretimit të veprave. Po me hap diskutim me fëmijët. Me hap diskutimin e me tregu që kjo fjalë atëherë është thonë, po tash nuk bën, ose diçka të tillë. Pra nuk është ideja me zavendësu kanonin letrar, cilin e kemi shumë të vlefshëm, mirë po ideja është që edhe me u marrë me interpretimin e kanonit letrar në klasë, po gjithashtu edhe pse jo me promovu botimin e ri të librave, me promovu autorët e ri. Na kemi shumë autorë të ri të cilët fëmijët e Kosovës, nxënësat e Kosovës nuk kanë dëgjuar kurrë për ta. Autor vendor, po thonë. Po, kemi kësi lloj autorësh të cilët ja vlen me u lexu, po ata nuk kanë, si me thonë, ekspozim dhe tyne, për shkak se i kanë librat, listën e caktuar dhe që ato ka thonë mësusja, që ato ka thonë arsitarja dhe aqë. Tjetër lexohet Harry Potteri ose lexohen librat e letërsisë botërore. E librat tonë mandej mbesin atje në fund dikun në bibliotekën
edhe shtëpis, edhe shkollore. Qa ka ndodhë mandime që të ullumtimin që e keni bo? Këto vrejtjet edhe sugjerimet, a I keni adresu tek institucionet përgjegjëse? Pa tjetër. Një prej A është ndërmarrë ndonjë veprim për me përmisu ose me pasuru këtë listë e cila është ekzistuese? Fatkesisht jo. Mirë po, një prej rekomandimeve cilat kemi nxjerrë prej këtij raporti ullumtues është se Ministria e Arsimit e Kosovës duhet me e marrë përsipër me e boni ose me fillu si me thonë, formimin e një liste e cila mundet me u... Me inicu një diçka tilla, po. Me inicu, edhe kjo ka qene inicu me mirë, po nuk ka shku deri në fund kjo punë. Edhe dhe me thonë, duhet me u rishiku edhe me u shqyrtu se cili liber duhet, cili nuk duhet, cili ka ma shumë vlerë, cili jo e madje duhet edhe me dhanë edhe, si me thonë, udhëzime për mësimdhansat, për libre të caktuar që duhet me u interpretu në një formë ose tjetër. Kështu si është zjarë aktualisht, apo duhet krejt kjo një farë formaliteti, ta zëmë arsimtari, mësuesi, thot po, unë po e kryjt e tyrin, po e them lexoni, problemi po është që fëmijët s'po lexojnë, mandej fëmijët, si më thonë, po e mashtrojnë veten, po e bojnë atë referate, se ende vazhdojnë me referate, po ata nuk e lexojnë, po e marrin prej, një përmbledhje prej internetit ose ChatGPT-s, edhe mandej nuk diskutojnë në klasë, krejt kjo po shndrohet një farë, si më thonë, formaliteti. Qashtu edhe që ky formaliteti I të lezuarit e krijon një farë përvoje shumë të varfër të leximit. Jemi të shkuar të mashtruar një tjetrin, si më thonë. Po. Mane kjo reflekton krejt fushat e tjetës. Për shembull, na e kemi sot këtë testin PISA që na organizatat qeveritare që punojmë me arsim e kemi bo pak bajat si temë se është, domethënë, gjendja në Kosovë shumë e dopt në këtë testin PISA. Aty shohim se nxënësat tonë nuk din ose nuk e kuptojnë ato se çka e lexojnë. Pra, nëse na nuk e kuptojmë çka po lexojmë, atëherë ku mundemi me shku tutje. Kjo është një problem themelor. Edhe arsimi duhet mu trajtu si çështje themelore, edhe e cila ndikon në çdo fushë tjetër, në çdo fushë veprimtari të jetës njerëzore, edhe shoqërisë tonë, pikërisht kosovare. Mandej, çka desha me thonë diçka tjetër është që sot librat nuk janë veç në konkurrencë me vetveti, po janë edhe me çeto platformat online edhe rrjetet sociale. Mandej sot e kemi një farë varfërije të gjuhës shqipe në internet. Në internet shumë pak ka gjuhë shqipe në krahasim me gjuhë tjera. Jo, diskursin e përditshëm, besat e gjeneratat e reja. Ajo po se po, nëse për shembull ta marrim inteligjencën artificiale, ajo nuk mundet me ardhë ChatGPT-ja këtu në bibliotekën kombëtare me lezu librat. Ajo duhet me pas në internet. Na nuk I kemi librat në internet. Ka shumë pak, një pjesë shumë e vogël e librave edhe si me thonë, veprave janë në internet. Mandej ajo që është ndikon është që edhe gjuha shqipe e, si me thonë, ChatGPT-s ose AI-t është më e varfën se sa anglishtja. Mandej kur don me lyp një përgjigje, e lyp në anglisht mas pari, mandej e këshyr me bon shqip. Pse? Sepse ai nuk e ka bazën, nuk e ka themelin e informacionit për me e zotru Shqipen, e mandej kjo ndikon drejt për drejt edhe të nxënësit, se sot nxënësat e përdorin krejt inteligjencën. E kanë asistent personal. Te kaj hullumtimi që e keni bo vitin e kalum. Shqecili. Te hullumtimi që e keni bo vitin e kalum, a jënë pytë nxënësat, sa janë të nashun me lektyrat e cilat ju rekomandohen? Po, pa tjetër. Kemi marrë disa fokus grupe me nxënësa, edhe përshtypjet e nxënësave janë që ato librat cilat I lexojnë, për ata që lexojnë, domethënë se ETA ka bo edhe hullumtime tjera, për shembull është hullumtimi 2023-s, I cili ka të bëjë me lexueshmëri, nivelin e lexueshmërisë në Kosovë. Në përgjithësi, jo vetëm tek përgjithësi, sa lexojnë njerëzit në Kosovë. Atëherë në këtë raport hullumtues kemi nxjerrë që
niveli i leximit është shumë i ulët, edhe shoqëria kosovare nuk e sheh leximin si një kapital intelektual. Nuk e shohin shoqëria apo fëmijët, a shoqëria në përgjithësi? Shoqëria në përgjithësi, dhe kemi për shembull mos përputhje mes përgjigjeve në pyetësor që kemi mbajt, se ulëmtimi është bërë në krejt Kosovën, edhe kemi disa pyetje ku janë pyet, themi, gjyshërit. Edhe në pyet sa lexojnë, edhe ka dalë që lexojnë një pjesë e konsiderueshme të tyre, mirë po kur është bo pyetja se kur ka qenë hera fundit ose a keni shku ndonjëherë me fëmijët ose me nipin mesën në një promovim të librit ose një ngjarje kulturore e cila ka të bëjë me librin, shumë pak prej tyre thonë se kanë shku. Domethënë kultura e leximit kështu në përgjithësi si kulturë kosovare është e mangët. Ata mund shme mashtru nipat, mesat, vesme nëse i thu, po shkojmë njerë me marrë një akullorë, më ndedhë. Ka që mujna me këshurë. E mandi kër shkojmë të këta, si me thonë, fokus grupet me nxënësa që kemi majtë, shumisa prej tyre i shohin këto lektyrat shkollore, i shohin si një detyrim që du të mu kry, edhe mandi shkojnë të lexojnë Harry Potterin. Jo, që kjo po, të paktën a lexojnë? Si më thonë zjarë, se nëse lexojnë paktën le ta bëjnë këto formale. Se le ta bëjnë një tik aty që e kreu detyrën, një libër që është i mërzitshëm, nuk është në përputhje me interesat e tyre, po e lexojnë edhe thjesht. Po apo lexojnë edhe diçka tjetër veç për çefin e tyre. Për shembull se sot azom ka dhe përkthime të autorëve shumë cilësore, dhe tu edhe vendor, pra me ato ilustrime, me ato nuk e di, po edhe tregime interesante, pra me seri që janë të mira. Po, për moshën e fëmijëve. Mirë, po unë e kisha thënë që nuk mundemi me pa në qatë perspektivë, për shkak se për çka bëjmë na përzgjedhje të librave. Domethënë, përzgjedhja e librave është për një arsye, për shkak se mësimdhënësi din diçka, ai e ka një, si më thonë, një këndvështrim edhe prej përvojës. Apo e kompenzojnë në një formë tjetër. Kjo është ideja, se ajo që po e thoti 100% është e saktë. Po, ajo kompenzohet, mirë po, jo në shumicën e rasteve, edhe nëse kompenzohet, atëherë përzgjedhja që vetë nxënësi ose vetë fëmiu e bën për librin, nuk mundet me qenë ma kualitative se sa një përzgjedhje që e bën dikush i fushës, një ekspert ose një pedagog. Që është shkollu për qatë punë, po. Si që është arsimtari i gjuhës shqipe ose mësimdhënësi në përgjithësi. Qysh për shembull, a ka ndonjë rekomandim me qenë se ju merrni me arsimin, si kish mujt me u kombinu teknologjia dhe leximi për me rrit pak a shumë interesin për librin? Sepse shije që jetojmë në këtë epokën digjitale dhe mandej kanë diku shumë edhe në raportin e nxënësve me librin, edhe të rriturve me librin, edhe të gjithve. Qashtu është. Kjo është një konflikt, domethënë interneti në këtë rast, edhe qëto zhvillimet e fundit si inteligenca artificiale janë konflikt me librin si disa faqe të ngjituna bashkë që janë fizike. Që ka ndodhë është që vëmendja e nxënësave është shumë më e shkurtë, edhe jo veç e nxënësave, po e çdo njerit. Secili, po. Edhe themi që sa lehtë i marrim informacionet është kryesisht pjesë që të një platformave, edhe libri është diçka që kërkon zhytje më të thellë. Po, edhe që kërkon më shumë kohë, e sot secili prej neve ka më pak kohë, më pak kohë, mirë po gjithsesi duhet me nda një kohë për aktivitete të tilla. Mandej, na si ETA punojmë bashkë me qëtë aspekt, do me thonë, misioni i organizatës është me ngritë cilësinë e arsimit Kosovë, po edhe me zhvillu kulturën e leximit. Na së fundmi që 3 vjet me rend, edhe tash bëhet viti 4, e organizojmë festivalin edhe panairin e librit për fëmijë, po. Cila është një ngjarje, është ngjarja më e madhe e librit, kushtuar librit në Kosovë, ku kemi shumë shtëpi botuese të cilat promovojnë librat e tyre, e kemi shumë aktivitete argëtuese, edukative për fëmijë,
edhe kemi shumë fëmijë cilët marrin pjesë vetë mas viti, prej krejt Prishtinës e Kosovës. Mirë, a ka... Jo, a deshte me përfundoj, Po, veç e deshta me thonë që, do me thonë, na duhemi me gjithë mënyrat jo tradicionale për me i afru nxënësat me librin. Do me thonë, bashkë qëllimi i qëtij festivalit edhe panajrit librit për fëmijë është në funksion të qasaj, është funksion qasaj edhe është një mënyrë se qysh me i tregu fëmijëve që edhe tu knash, edhe tu argëtu, mundën me lezu. Mos ta marrin librin si detyrim, pra, librin le ta marrin si knatësi. Mas detyrave le ta marrin me lezu librin. Mirë, po zjarë, a ka se bashkë të kjo dhe ishte me dalë pak ato, me që jeni në terrenin, jeni mirë terenin, dhe i vizitoni kam përshtypjen edhe bibliotekat këto komunale. Po të ka literaturë mjaftueshme. Edhe ka literaturë, se nëse po ne janë të furnizuar më shumë mirë, edhe me libra të autorëve vendorë të huaj, bibliotekat dikur kanë qenë shumë të varfëra, sot janë shumë të pasuna. Kanë këndet bukra aty me lexu ose me marr librat me vete. Pra, ka alternativë nëse dikush thotë që libri është i shtrenjtë. Po tjetra mandej, a ka një shembull të mirë që ju e dini një shkollët, një arsimtare, një bibliotekiste që ka bërë diçka të mirë edhe kreative edhe e ka nxitë leximin të fëmijët? Patjetër, ka shumë njerëz që punojnë drejt përmirësimit të gjendjes aktuale, edhe kemi përpos krejt kësaj, kemi edhe tash në për shkollat e Prishtinës e kemi si lanë zgjedhore këtë strategji të lexim kuptimit, ku kemi librat e bibliotekës qarkulluese prej organizatës e teja, cilat lexohen edhe interpretohen mandej në bazë disa strategjive të lexim kuptimit. Mandej janë edhe bibliotekat që i përmendet, na zyret i kemi brenda bibliotekës Hifzi Sulejmani në Prishtinë. Dardani? Dardani, po. Po çka po ndodh, diçka e cila nuk po na lën fort shihet mirë është që shpesh herë biblioteka e qytetit përdoret si një farë forme qëndrim ditor. Për shkak se nxënësi shkon aty është nxehtë, është po mirë, po ambienti është shumë i mirë. Internet ka, po ka edhe libra, ato s'vën me harru. Edhe po tash s'po di, tash që po mendoj nuk e di bash sendi keq për shkak se përderisa është aty ndoshta edhe shkon marr një libër, po është afër librave. Paktën i sheh. Po, i sheh, është në çat ambient. Vjen me marr diçka me shkëtu diçka po. Çfarë është? Kështu që po i thras nxënësat. Ledvin, po çfarë do forme. Është ambient shumë i mirë edhe ka shumë libra. Edhe po më duket po bëhet shpejt të kjo biblioteka Dega e Hifzi Sulejmanit edhe në Pallat Rinisë, aty po krijohet një ambient i mirë, kështu që sa më shumë kënde të tilla, vende të tilla, po i shoh edhe shkollat, për shembull, shkollat fillore kanë krijuar kënde të leximit brenda korridoreve, hapësirave, kanë gjetë hapësira. Ka pas iniciativa, madje kanë qenë edhe këto vitrinat në për qytet, në për që janë shkatruar fatkeqësisht. Po, edhe ajo është projekti Joni i ETEA-s. Po, edhe diçka tjetër çka deshna me përmend, tash na jemi në fazën përfundimtare të nisjes po dy hulumtimeve cilat kanë bëjnë edhe me bibliotekat shkollore, po edhe me integrimin e inteligjencës artificiale në arsimin e Kosovës. Edhe çka ishte një prej, si me thonë, pyetjeve cilat i kemi në mendje është se për çka po përdoren bibliotekat shkollore. A janë bibliotekat shkollore një dhomë ku ka libra dhe nxënësi shkon me e huazu librin, e me lexu në shtëpi, apo është një vend i këndshëm ku ulet nxënësi e merr librin, edhe mundet me lexu, edhe me diskutu me shokët, edhe me diskutu me bibliotekistin. Që kjo është një pyetje shumë interesante, cilën besoj që ndërkohë kemi me zbulu. Kanë krejt shkollat biblioteka brenda? Jo krejt shkollat e Kosovës. Shkollat e mbaja i kanë? Shkollat e mbaja, po. Sidomos Prishtinë është një numër shumë i madh i shkollave të cilat kanë biblioteka shkollore. Mirë po në për vendet rurale dhe në për... Ama nuk po besoj që me iniciativë kreative, pra pëllarësimtartë se nuk di drejtoria e shkollës, kish me mujt me kriju një kanë të librit,
nuk e di, në objektin e shkollës tyre. Edhe nëse është një shkollë në fshat atje që nuk ka shumë nxënësa, nuk ka shumë mundësi, se më thonë me një thirrje, po besoj që kish me gjetë mjaftueshëm libra dhe me, se më thonë, edhe donacione me kriju një kanë të mirë. Mirë, zjarë. A kemi kohë veç me diskutu, çka ka me qenë tema sot, që ka me diskutu? Po, tema sot është lektyrat shkollore, ka me qenë folës Meliza Krasniqi, që është studiuse, ullumtuse e gjuhës dhe literacisë shqipe, edhe gjithashtu ka me qenë edhe Agon Ahmeti, që është drejtore ekzekutive i organizatës e teja. Dhe më thonë, qëto tema që i foljem edhe na... është i hapur për publikun? është i hapur për publikun, nisë prej orës 2, edhe është në bibliotekën Hirzi Sulejmani në Dardani, në qendrën e Bartë, në shtëpinë tonë, janë të se ardhë krejt, edhe është e rëndësishme që me ardhë. Gjithashtu i bojmë thirrje edhe drejtërisë të arsimit, gjithashtu edhe Ministrisë të arsimit që me ardhë dhe me dhonë kontributin e vetë edhe me e marë një farë inputi prej asaj se çka po folet në mes të njerëzve të fushës. Edhe me reflektu ma në fond, si më thonë, edhe me ndryshu. Jo veç me dëgju, po edhe me ndryshu, sepse vërtet është domosdoshmëri. Shumë faleminderit zjarë që erdhe. Faleminderit që bisedum. Mirë, po mbesim rreth temës së njëjtë Lanza, se në fakt është një studim shumë interesant.